Zonja dhe zotri, mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Top Channel. Mirëmbrëma të gjithëve, ju njohim me zhvillimet kryesore të këtij edicioni. Sot është 80 vjetori lindjes së shkrimtarit të madh Ismail Kadare në kuadër të këtij jubileu. 2016 është shpallur viti Kadares dhe Gjirokastra është epiqendra e këtij përkujtimi. Të shtunën do të përurohet dhe shtëpia ku u lind shkrimtari në lagjen Palorto, e cila tashmë është pronë e qytetit dhe do të shërbejë si muze. Kosova pëson disfatën e dytë në planin diplomatik pas UNESCO-s. Serbia arrin të fusë 4 amendime në rezolutën e miratuar sot në Asamblenë e Këshillit të Evropës. Shqipëria dështoi në lobimin e saj, ndërsa në mbledhjen e fundit komisionit deputetët nga Tirana mungonin. Ndryshimet e Serbisë rikthejnë pushtet tek Unmiku dhe ja heqin atë e Euleksit. Debatet për byron e hetimit u zhvendosën sot në parlament. Kryeministri Berisha akuzoi mazhorancën se po e bllokon krijimin e saj, ashtu siç edhe një ditë më parë provokoi kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Por ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri tha se jemi në proces dhe se strukturat e hetimit do të ngrihen. LSI-ja shprehet pro, por kundërshton ndryshimet në kushtetutë. Largimi i thuajse zyrtar Evangel Dules, dëshmuar nga Top Channel 2 ditë më parë, duket se ka shtuar oreksin dhe interesin e partnerit më të ri të koalicionit të majt PDU. Kreu i saj dhe njëkohësisht nënkryetari i Kuvendit Shpëtimit Drizit thotë se tashmë ka ardhur koha që kjo parti të ketë një post ministri në qeveri. Gjyqi ndaj Julian Sinanajt, vrasësit me pagesë me tritol të arrestuar 2 vjet më parë, futet në një spirale tjetër pasi vrasësi që gëzon statusin e të penduarit dhe mbrojtjen e shtetit ka filluar të mohojë disa prej krimeve që kishte planuar më parë gjatë hetimit. Suedia do të bëjë 80.000 shtetas të huaj që ju është refuzuar azili. Rreth 163.000 persona u dyndën në këtë vend gjatë vitit 2015, por pjesa më e madhe nuk e ka fituar të drejtën e qëndrimit. Mes tyre ka mijëra shqiptar nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia. Sot është 80 vjetori i lindjes së shkrimtarit të madh Ismail Kadare dhe në kuadër të jubileu viti 2016 është shpallur si viti Kadares dhe Gjirokastra është epiqendra e këtij përkujtimi. Pas disa vitesh punë të shtunën do të përurohet edhe shtëpia ku lindi shkrimtari në lagjen Palorto, e cila tashmë është pronë e qytetit dhe do të shërbejë si muze për gjithë adhuruesit e Kadares. Ne do të lidhemi tani drejt për drejt me Gjirokastrën, ku ndodhet kolegja Beti Njuma. Beti, të përshëndes. Genda e lirë, mirëmbrëma. Atëherë, mund të na përshkruash shkurtimisht se çfarë aktivitetesh u zhvilluan sot në kuadër të këtij 80 vjetorit të rëndësishëm? Në fakt, Gjirokastra gjatë gjithë ditës së sotme ka qenë në një atmosferë festive për shkak të festimeve për 80 vjetorin e Ismail Kadares. Ka qenë vetë Bashkia e Gjirokastrës, e cila jo vetëm që e ka shpallur këtë vit si vitin e shkrimtarit Ismail Kadare, por ka ndërmarrë edhe një sër nismash për ta festuar sa më mirë edhe në mënyrë sa më dinjitoze të gjithë ditëlindjen e Ismail Kadares. Kanë qenë një sër nismash në fakt që ka nisur ditën e sotme dhe do të vazhdojnë përgjatë ditës së nesërme dhe të pasnesërme, duke kulmuar me përurimin e shtëpisë që vetë Ismail Kadare ja ka falur bashkisë dhe qytetit të vetë të lindjes. Unë do të kem të ftuar në time këtu kryetaren e bashkisë së Gjirokastrës, zonja Zamira Rami, e cila do të na flas pikërisht për aktivitetet që ka ndërmarrë qyteti i Gjirokastrës për të festuar 80 vjetorin e Ismail Kadares, por edhe aktivitetet që do të shtrihen përgjatë gjithë këtij viti. Në fakt, Ismail Kadare nuk ka qenë e mundur që të ishte i pranishëm në festimin e 80 vjetorit në qytetin e lindjes, por ai ka premtuar që në muaj në mars do të jetë i pranishëm në Gjirokastër për të festuar. Festimet sot ka nisur gjatë paradites me nismën e quajtur Gjirokastra lexon, për të cilën zonja kryetare e bashkisë së Gjirokastrës, Zamira Rami, do të na flas shkurtimisht pra se cilat kanë qenë këto aktivitete që vetë Bashkia e Gjirokastrës kishte organizuar. Pra Gjirokastra lexon Kadaren. Gjirokastra lexon Kadaren. Sot Gjirokastra është kthyer në epiqendrën e leximit, sigurisht organizuar në sheshet kryesore të qytetit tonë. Njerëz të gruposhave të ndryshme kanë mundur të lexojnë Kadaren dhe t'i urojnë kështu atij një zëri 80 vjetorin e lindjes së tij. Veç kësaj, Gjirokastra do të ketë festë edhe nesër dhe pas nesër. Nesër ne do të zhvendosemi në kinoteatrin e qytetit, ku aty do të ketë disa aktivitete kulturore, duke filluar nga të
emocione që të përcjell magjia e letërsisë së Kadares, duke vazhduar me një dokumentar televiziv, me një ekspozit të shtëpisë botuese Onufri, e kështu me radhë. Pas nesër ne do të përqendrohemi tek inaugurimi i rindërtimit të shtëpisë së Kadares, ku sigurisht ne kemi marrë gjitha masat për të qenë një inaugurim dinjitoz edhe me pjesëmarrjen e shumë të ftuarve dhe të diplomatik. Ilir, ka qenë e pamundur, sikurse e thash, për Kadaren që të ishte i pranishëm në këtë 80 vjetor, ai ka premtuar që do të vinë në mars, por ndërkaq në këtë pamundësi për të ardhur në Gjirokastër, ai ka dërguar një letër shumë të ngrohtë, shumë të përzemërt. Po, një letër shumë të ngrohtë, shumë të përzemërt të kryetares së Bashkisë së Gjirokastrës dhe nëpërmjet saj të gjithë qytetarëve të Gjirokastrës, ku Kadare shkruan: "E nderuar zonja kryetare e Bashkisë së Gjirokastrës, në pamundësi për të qenë midis jush për arsye që nuk varen prej meje, do doja që me anë të kësaj letre t'ju shpreha të gjithë falënderimin tim, të gjithë emocionin dhe pse jo mallëngjimin për ftesën tuaj të fisme, për të qenë pjesëmarrës në një ngjarje të gëzueshme që lidhet me jetën time, më saktë me 17 vitet e para të saj. Mendoj se jam i besueshëm nëse do të them se jam prekur të ruaj marrëdhënie të përhershme me qytetin tim të lindjes, duke patur bindje në këtë rast ajo çfarë kam dashur t'i jap ka qenë gjithmonë më e paktë se ajo që më ka dhënë ai. E dashur zonja Rami, ju drejtoni Bashkinë e Qytetit që në adoleshencën time më ka pëlqyer ta quaj të çuditshëm. Me këtë cilësim lidhej me sa dukej pamja e tij e pazakontë dhe ndërlikimet që mendja ime nuk i kapte dot, që një grua e re si ju do drejtonte një ditë qytetin me hije të rënd mesjetare, kjo do të përbënte një nga befasitë e tij të radhës. Pa dashur të zgjatem, do shtoja se këto befasi ngjanin shpesh të vështira, por ato sillnin me vete fat. Duke ju uruar gjithë të mirat dhe duke përshëndetur nëpërmjet jush gjithë bashkëqytetarët e mi, ju përqafoj dhe e mbyll letrën e tij, pra kështu shkrimtari i madh Ismail Kadare. Pra, unë tani do doja që të ndaleshim disi tek promovimi i shtëpisë që Ismail Kadare i ka falur qytetit të Gjirokastrës dhe që tashmë është rikonstruktuar pasi ishte në një gjendje vërtet të mjerueshme. Dhe është dashur shumë punë për të ardhur deri këtu. Sigurisht bashkëpunimi që ne kemi pasur me Ministrinë e Kulturës do ta kemi në vazhdim, do të realizojë dhe do të konkludojë për të finalizuar kthimin e shtëpisë Kadare në një shtëpi muze të jetës dhe veprës së tij. Dhe pse jo ne ta kthejmë në një qendër kulturore multifunksionale. Kjo do të thotë që ne e jetëzojmë shtëpinë e Kadares dhe sigurisht promovojmë Gjirokastrën nëpërmjet vlerave që kjo shtëpi mbartë. Ne gjatë gjithë këtij viti do të kemi menduar në mënyrë të mirë organizuar së bashku me Ministrinë e Kulturës një kalendar aktivitetesh ku edhe me prezencën besoj të Kadares në pranver në qytetin e Gjirokastrës, ne do të kemi këtu në Gjirokastër një ekspozit që cilësohet udhëtim në qytetin kadarean, që është një kombinim i personazhit të gjallë në librin e tij me imazhin e skicuar. Unë jam shumë shpresplot dhe jam shumë optimiste që do të jetë me të vërtet një atmosferë shumë e këndshme për turizmin Gjirokastër. Ilir, ndërkaq për rikonstruksionin e shtëpisë së Kadares ka folur sot në emisionin e Wake Up edhe botuesi i tij, zoti Bujar Hudri, i cili gjithashtu ka treguar dhe planet e afërta për botimin më tej të veprës së plotë Ismail Kadares. Unë ju ftoj ta ndiqni. Me rastin e 80 vjetorit të shkrimtarit të njohur Ismail Kadare, botuesi i tij Bujar Hudri do të sjellë për lexuesin shqiptar botime të reja. Onufri sapo ka nxjerrë nga shtypi disa vepra në formate të vogla, ndërkohë që po përgatit në 7 vëllime botimin e plotë të krijimtarisë së Kadares. I ftuar në programin e mëngjesit Wake Up, Hudri është ndalur edhe tek festimet që do të mbahen në Shqipëri përgjatë 2016-s, duke theksuar se përurimi i shtëpisë muze është i vonuar, çka e ka brengosur Kadaren për gjatë 20 vjetëve. Më kujtoi një histori duket e ish kryeministit të Meksikës, ku në vitin 1996 takon Gjirokastër kryetarin e Bashkinë Fino, i cili thotë tani ke filluar restaurimin e shtëpisë së Kadares. Pra kupton 20 vjet. Ky ka qenë trishtimi i madh i Kadares. A ka një shqetësim, një melankoli, mallëngjim për moshën te Kadare? Nuk i pëlqen ndoshta fort? Nuk është se si pëlqen 80 vjetor, po ai nuk i pëlqen jubilet. S'është në stilin e tij. Mbas ribit Kafe Rostam, dynë shumë shqiptarë dhe po lem për punë, ai ka gjetur një lokal përballë. Dhe pra është futur dhe ka ndryshuar kafen Ismail Kadare. Betej në këtë jubilet do të ketë shumë aktivitete tjera, apo jo? Ky jubilej në fakt është me fat për shkrimtarin Ismail Kadare, pasi e gjen të përkthyer në 45 gjuhë të botës dhe rreth 1300 botime, por vlen të përmendet fakti që në Tiranë ka pasur lëvizje pikërisht për këtë 80 vjetor, pasi është ngritur një qendër studimore në fushën e letërsisë, e cila do të mbajë pra pikërisht emrin e shkrimtarit të madh Ismail Kadare. Dhe qëllimi është që të krijohet një bërtham e kritikës letrare në Shqipëri. Për më tej materiali. Një qendër për studime dhe letërsisë shqipe, e cila do të mbajë emrin Kadare,
ka marrë jetë në 80 vjetorin e lindjes së shkrimtarit të madh. Ajo do të funksionojë pranë UET në drejtimin e pedagogut Gilman Bakalli me synimin për të ngritur një vatër të kritikës letrare. Hapim pra një qendër të studimeve të letërsisë shqipe në një kohë kur kritika letrare thuhet se ka vdekur në Shqipëri. Pikërisht kur kritika letrare ka një nam aq të keq, ne të vendosim një theks korrektiv për të treguar se si mund bëhet një kritik letrare. Në po këtë ditë të shënuar, studiuesja Viola Isufaj ka promovuar botimin e saj Kadare në letrat e sotme franceze. Në këtë libër unë jam ndalur në 2 pjesë, të cilat ndoshta duken sikur nuk kanë aq shumë lidhje me njëra tjetrën, por në një pikëvështrim shumë të gjerë, ato i bashkon reflektimi i letërsisë së Kadares në letërsinë franceze. Studimi sjell ndikimin e romanit Kush e solli Dorontinën si pjesë e programit mësimor me të cilin njihen rreth 2 milion nxënës francez. Atëherë beti të falenderojmë për këto informacione që na solli nga Gjirokastra, falenderojmë dhe zonjën Rami, gjithashtu dhe ju urojmë suksese në përfundimin e gjithë këtyre aktiviteteve për jubileun e 80 vjetorit Kadares. Falenderoj. Faleminderit Ilire dhe juve dhe mos harroni që festa vazhdon në Gjirokastër. Janë të ftuar të gjithë. Shtëpia është e madhe, mjaftueshëm për t'i pritur të gjithë shqiptarët. Kosova pëson disfatën e dytë në planin diplomatik pas UNESCO. Serbia arrin të fusë 4 amendime në rezolutën e miratuar sot në Asamblenë e Këshillit të Evropës. Shqipëria duket se dështoi në lobimin e saj, ndërsa në mbledhjen e fundit komisionit deputetët nga Tirana mungonin ndryshimet e Serbisë, rikthejnë pushtet tek UNMIK-u dhe ja heqin atë Uleksit. Kosova pësoi një tjetër disfat në planin diplomatik dhe të njohjes ndërkombëtare. Pasi rezoluta e Asamblesë së Këshillit të Evropës për Kosovën është miratuar pas ditën e sejntes së bashku me 4 amendime të propozuara nga Serbia. Ajo paraqiti një ditë më parë në komision amendimet e saj në lidhje me veçimin e marrëveshjeve Kosovë-Serbi për asociacionin e komunave serbe, për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, edhe pse Kosova nuk u bë antare e UNESCO-s, dhe për kalimin e disa kompetencave të UNMIK-ut në marrëdhënie me organizma të tillë si Interpol dhe Europol. Këto amendime u miratuan mëngjesin e sejntes në komision e më pas disa orësh u paraqitën zyrtarisht si rezolut nga komisioni. Përfaqësuesit e Shqipërisë që kanë të drejtë vote, të ndihmuar nga përfaqësuesi i Suedis, propozuan amendime që eliminonin kërkesat e paraqitura nga Serbia, por fatkeqësisht të gjitha amendimet janë rrëzuar. Amendimi që rikthente disa nga standardet e parapavarësisë në lidhje me marrëdhëniet me Europol dhe Interpol u rrëzua për vetëm një vot. Kryetari i delegacionit suedez, socialdemokrati Jonas Gunnarsson, mbështeti shumë fort amendimet e përgatitura nga përfaqësuesit shqiptar, deputetët Valentina Leskaj, Petrit Vasili, Namik Dokle dhe Oert Bylykbashi, por në fund përfaqësuesja e Serbisë fitoi betejën. Ndërkohë që në sallë kishte mungesë edhe të deputetes shqiptare nga Maqedonia Ermira Mehmeti. Madam Mehmeti, I don't think is in her place. Isn't Madam Mehmeti in the hemicycle? No? Disa vende si Britania, Turqia, Hungaria dhe Suedia dhanë mbështetje maksimale, por ndryshimi nuk është bërë i mundur. Edhe vetë hartuesi i rezolutës për Kosovën, reporteri spanjoll Agustin Conde, mungoi gjatë diskutimit në komision, por edhe gjatë seancës. Në përfundim, raporti është miratuar me 112 vota. Ndërkohë, burime nga delegacioni e Shqipërisë i pohuan Top Channel se përgjegjësia i takon edhe delegacionit nga Tirana, mungesa e të cilit në mbledhjen e fundit të komisionit në dhjetor, duket se ka patur pasoja për dështimin të enjten e kalimit të amendimeve të propozuara nga përfaqësuesit e saj. Kjo është humbja e dytë e rëndë diplomatike pas asaj të disa muajve më parë. Kosova dështoi të merrte antarësimin në UNESCO, me gjithë mbështetjen e Shqipërisë pas një lobimi të fortë të Rusisë dhe votës kundër të Polonisë dhe të disa shteteve që e kishin njohur më parë pavarësinë e Kosovës. Në telefon tani nga Strasburgu do të kem deputetin e Partisë Demokratike Oert Bylykbashi, antari i delegacionit të Shqipërisë në Asamblenë e Këshillit të Evropës. Zoti Bylykbashi, të përshëndes. Nuk e di në më dëgjon zoti Bylykbashi? Duhet kemi një problem me linjë, do të tentojmë të lidhemi sërish më pas me Oert Bylykbashin për të diskutuar mbi këtë çështje. Le të kalojmë tani në Prishtinë, do të kemi një lidhje direkte me antarin e Komisionit Politikës së Jashtme
në kuvendin e Kosovës, Glauvk Kunjovca, i vetëvendosjes. Mirëmbrëma, zoti Kunjovca. Mirëmbrëma. Atëherë, çfarë do të thotë në terma konkret kjo rezolut me 4 amendimet e Serbisë? Po, miratimi i rezolutës për Kosovën në Këshillin e Evropës, nëse e lexojmë me vëmendje përmbajtjen, mund të konkludojmë që është një hap prapa për Kosovën në arenën ndërkombëtare, për arsye se kaluan disa prej amendamenteve të Serbisë dhe 2 prej të cilave janë sidomos të dëmshme. E para ajo që kërkon krijimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, në ndërkohë që kemi një vendim të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës e cila në shumë prej pikave e sfidon këtë marrëveshje si antikushtetuese, në ndërkohë që amandamenti i Serbisë kaloi në Këshillin e Evropës, e cila bën thirrje për themelimin e këtij asociacioni, dhe pika e dytë e dëmshme në formë të amandamentit i cili kaloi dhe u bë pjesë e rezolutës, është një rikthim i rolit të UNMIK-ut në Kosovë. Kjo është në fakt hera e dytë, zoti Kunjovca, që Kosova dështon edhe diplomacia parlamentare dhe zyrtare Tiranës ndërkaq në lobimin e saj. I referojmë dhe dështimit për antarësimin UNESCO. Çfarë nuk po shkon mirë në koordinimin mes Tiranës dhe Prishtinës sot? Në të vërtetë mes Tiranës dhe Prishtinës nuk po shkon asgjë. Për arsye se në të vërtetë unë vetë kam qenë në mandatin e kaluar antari delegacionit të rregullt të Kosovës në Këshillin e Evropës. Herën e fundit kur kam vizituar Strasburgun së bashku me shumë. Po kjo është e vërtetë dhe po u sjell nga përvoja ime, kam qenë në Strasburg, disa nga mbledhjet e Këshillit të Evropës, kam përcjellur debatet aty nga brenda dhe kam vërejtur që nuk ekziston një koordinim i nevojshëm mes Kosovës, mes deputetëve të cilët janë përfaqësues të Shqipërisë në Këshillin e Evropës, si dhe deputetëve shqiptar të Maqedonisë, të cilët janë pjesë e delegacionit këtij shteti brenda Këshillit të Evropës. Vetë fakti që sot ndodhi që një shtet i cili e ka njohur pavarësinë e Kosovës të votonte kundër qëndrimeve të Shqipërisë dhe të Kosovës, siç është Polonia, kurse në anën tjetër ato amandamente të Serbisë kaluan për një votë, në ndërkohë që mungonte një përfaqësues shqiptar nga Maqedonia, i cili do të mund ta kishte ndryshuar krejt votimin, tregojnë për gjitha këto defekte të bashkëpunimit mes Kosovës, Shqipërisë dhe Shkupit, pra asoj pjesës shqiptare të politikës atje, dhe pikërisht për shkak të këtyre mos koordinimeve, po ndodh që politika e Rusisë dhe Serbisë tjetë shumë më e fuqishme se kjo jona së bashku me miqët tonë. Ju falenderoj për këto komente, urojmë që këto probleme që ngrihen ju të zgjidhen me kalimin e kohës. Do të lidhemi tani në telefon nga Strasburgu me deputetin e Partisë Demokratike Oerd Bylykbashin, i cili është antar i delegacionit të Shqipërisë në Asamblenë e Këshillit të Evropës. Zoti Bylykbashi, përshëndes. Përshëndetje juve. Atëherë, çfarë ndodhi që fituan amendamentet e Serbisë që përmes këtij dokumenti kthejnë Kosovën vite mbrapa apo jo në kohën e UNMIK-ut? Në fakt amendamentet e Serbisë nuk ishin në diskutim sot në Asamblenë Parlamentare, ishin amendamentet tona. Serbia kishte arritur të fuste amendamentet e saj në seancën e Komitetit Politik për çështjet politike të Asamblesë Parlamentare, seancë e bërë në Bruksel në datën 8 dhjetor, mos gaboj, të vitit që shkoi. Në atë seancë përfaqësisht nuk ka pas përfaqësim nga delegacioni shqiptar dhe Serbia ka paraqitur këto amendamente të cilët më pas janë miratuar nga komiteti. Duhet thënë që raporti dhe rezoluta e përgatitur nga raporteri Konde ishin të balancuara, ishin të drejta. Dhe nëse do të kishte mbetur ashtu siç ishte paraqitur nga raporteri, besoj që do të ishte një dokument mjaft i mirë. Ato ndryshime të bëra atëherë që tashmë erdhën në votim si trupi i rezolutës dhe si amendamente, pra nuk votuan ato, neve do të ishim duke ardhur si të tilla që është shumë e vështirë që ne t'i përmbysnim. Maksimalisht bëm amendamentet tona
Dhe amendamenti kryesor, ai që ju referuat në lidhje me unikun, u humb vetëm për një votë, ndërkohë që duhet thënë që nën amendamenti që përgatit dhe paraqita në emër delegacionit për ta përmirësuar dhe të bërë një kompromis në lidhje me çështjen, ai u votua dhe më pas amendamenti kryesor u rrëzua vetëm për një votë. Çfarë përgjegjësie ka delegacioni shqiptar në fakt? A është një dështim i lobimit ton ky kalimi këtyre amendamenteve të Serbisë? Nëse do ta ndajmë në këtë aspekt, neve këto 2 ditë kemi bërë mjaft punë për të paraqitur amendamentet, për të kapur njerëzit, për të kontaktuar kolegët deputet dhe për t'i bindur. Siç u thash, sub amendamenti apo nën amendamenti i cili e zgjidhte çështjen, ai u votua, por për fat keq dhe çuditërisht u rrëzua amendamenti kryesor. Pra ai që përmbante edhe në amendamentin, u rrëzua vetëm për një votë. Përse munduat ju në mbledhjen e dhjetorit? Dhe duhet keni parasysh që kur komiteti politik, komiteti përgjegjës, shprehet kundër një amendamenti të bërë, ose kur teksti është miratuar më herët me konsensus, siç kishte ndodhur në dhjetor, pa praninë tonë. Po pikërisht pse munduat ju në dhjetor? Dëgjoni, duhet keni parasysh, deputetët janë të shpërndarë në komitete të ndryshme dhe kemi përgjegjësinë sipas fushave. Unë aktualisht jam antar i komitetit për çështjet ligjore. Kështu që ndjekim sipas rastit, sipas kalendarit përkatës çështjet. Nuk mund të them se, domethënë, përfaqësuesi jon në atë komitet nuk ka qenë në atë mbledhje. Këtë nuk jam gjendë ta shpjegoj. Unë di them që punuam fort këto 2 ditë për të arritur një zgjidhje, arritëm pothuajse një votë larg, por ka mungesë koordinimi apo jo? Ajo është një çështje që duhet parë më tej. Nuk mundet që të them asgjë më tepër në këtë moment, pse nuk u alertua në kohë situata, por për të qenë prezent për një gjë kaq të rëndësishme në dhjetor. Këtë nuk mund ta them. Zoti Bylykbashi, ju falenderoj për këto komente që ndat me ne. Faleminderit juve. Dhe ngushëllimi i vetëm mes Kosovës dhe Shqipërisë pas dështimit të radhës diplomacive të Tiranës dhe Prishtinës duket se mbeten ndeshjet miqësore të futbollit, të pagzuara tashmë si vëllazëroret. E fundit është ajo e luajtur pikërisht sot pasdite në Antalya të Turqisë mes seleksioneve të 21 vjeçarëve. Për kronik, golin e parë të takimit të shënuan 21 vjeçarët e Kosovës me anë të Enis Alajt në pjesën e parë, ndërsa të dytën kuqezin të barazuan me anë të Federico Zenunit, i cili aktivizohet me Torinon. Kjo ishte ndeshja e 4 për shpresat e Shqipërisë në turneun Antalya Cup, duke grumbulluar 5 pikë deri tani. Ndeshja përfundoi vetëm pak minuta pas votimit të rezolutës për Kosovën në Asamblen e Këshillit të Europës. Me mbi 1 milion ndjekës në Facebook, topvizchannel.tv, faqja që ju informon për gjithçka, aty ku ndajmë lajmet më të fundit, show-ut më spektakolar, ku argëtohemi dhe informohemi. Gjithçka ndodh në Shqipëri e në botë, vetëm një klikim larg. topvizchannel.tv. Ne të kthehemi tani te zhvillimet e brendshme politike këtu në Tiranë. Debatet për byron e hetimit u zhvendosën sot në parlament. Ish kryeministri Sali Berisha akuzoi mazhorancën se po e bllokon krijimin e saj, ashtu siç edhe bëri një ditë më parë me provokimin e tij kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Por ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri tha se jemi në proces dhe se strukturat e hetimit do të ngrihen. Ndërsa LSI-ja është pro byros, por ndryshe nga Partia Socialiste thotë se ngritja e saj nuk kërkon ndryshim të kushtetutës. Në emër të opozitës, ish kryeministri Sali Berisha akuzoi në kuvend mazhorancën se po bllokon krijimin e byros kombëtare të hetimit. Njeriu që po mban peng byron kombëtare të hetimit e ka emrin Edi Rama dhe i gjenjen të tjerë thot s'ma pranon Ylli Manjani. Ylli Manjani pranon formën të cilën ka sugjeruar Komisioni i Venecias. Berisha nga foltorja e parlamentit nuk ka nguruar ta përdor byron si një diversion mes Ramës dhe ministrit Manjani. Ministri i cili nuk zbaton vullnetin e kryeministrit i thuhet mirupafshim. Po si thuhet dot se ti e don për veten tënde atë byron. Jam shumë impresionuar nga avokatia që u bë ministri i drejtësisë dhe tani besoj je gati shkosh bësh avokatin e LSI-s kundër Rilindjes Demokratike, gjyq,
për ato shtëpive të Rinjës Demokratike dhe mbasi fitosh gjyqin kundër Rinjës Demokratike për llogarit LSI-s, duhet ta hapësh ti gjyqin kundër Partisë Demokratike për akuzat që ka bërë këtu, duke kërkuar dorëheqjen e kryetarit të parlamentit për vrasjen e 2 deputetëve. Samir Tahiri ishte një hap përpara këtyre deklarimeve të Berishës. Tahiri shpjegoi vonesat. Kjo është ende në kolaudimet finale dhe ndjek një proces tër, nuk ka asnjë arsye për të besuar që zgjatja e kohës, që është më së arsyeshme për shkak të procesit, do dëmtoj produktin. Spartak Braho, truri çështjeve juridike në LSI, pohoi Top Channel se nuk e kuptonte vonesën dhe pse ka mbetur vetëm në nivel fjalësh. Unë dhe LSI kemi qenë mbështetës të kësaj byroje, theksoi Braho, duke i sugjeruar majorancës së tij nevojën e angazhimit serioz. Por Braho ka një qëndrim ndryshe nga propozimi i ekspertëve të nivelit të lartë, të cilët në draftin dërguar Venecias thonë se byroja duhet të sanksionohet në kushtetut. Byroja kombëtare e hetimit s'ka nevojë për ndryshimet kushtetutës, mund të bëhet një ligj i posaçëm, i cilin ajo duhet të funksionojë si strukturë pranë prokurorisë dhe Ministrisë Brendshme. Arrestimi i Julian Sinanajt 2 vjet më parë, vrasësit me pagesë, si dha fund një seri e krimesh të rënda përmes eksplozivëve të telekomanduar. Por tashmë vrasësi që gëzon statusin e të penduarit dhe mbrojtjen e shtetit ka filluar të mohojë disa prej krimeve që kishte pranuar më parë gjatë hetimit. 2 vjet më para i rrëfeu me detaje planet se si kishte kryer vrasje me pagesë, duke vendosur në pozita të lehta prokurorin për të deklaruar se kishte zbuluar një grup kriminal që kishte kryer të paktën 15 krime. Por nuk ka kaluar shumë kohë në procesin me dyert të mbyllura. I akuzuari që ka statusin e të mbrojturit të drejtësisë Julian Sinanaj, po i mohon ngjarjet njëra pas tjetrës. Ai tha gjykatës së krimeve të rënda se nuk është i implikuar në shpërtimin e kryer në banesën e ish-deputetit Ardian Kollozi, as në vrasjen e biznesmenit Agron Çela dhe as në vendosjen e eksplozivit në makinën e ish-prefektit të Vlorës Besnik Dervishaj. I pranova këto 3 ngjarje për shkak se policia më detyroi, por nuk kam fare dieni se kush është autori i tyre, ka deklaruar Julian Sinanaj, i cili u denoncua nga bashkëpunëtori i tij Ndriçim Gjokona, teksa po përgatiste një tjetër atentat me lëndë plasëse. Prokuroria thot se 33 vjeçari përpos veprave me qëllime terroriste, vrasjes me paramendim, kishte siguruar mjetet për të vrarë biznesmenin e hidrokarbureve, Piro Bare, pasi ishte paguar nga rivali i tij në tregti Ilir Karçini, që ndodhet në gjykim së bashku me 5 të tjerë. Deri më tani i dyshuari si vrasës me pagesë Julian Sinanaj ka pranuar vrasjen me pagesë të shtetasit Sokol Veizaj, një atentat i paguar sipas tij nga kushërinë Denis dhe Andon Mëhillaj, të cilët besohet të kishin patur me viktimën një konflikt pronësie. Por prokuroria ka mbuluar se Sinanaj sipas deklaratës së tij të dhënë në polici, është paguar 20.000 euro nga Marion Mitro për të instaluar bombën me telekomand në automjetin e ish-prefektit të Vlorës Dervishaj. Për vrasjen e Agron Çelës është paguar me 35.000 euro nga kushërinë Mëhilli dhe 150.000 euro për vrasjen e Bares. Ky proces që numëron 47 seanca ka mbi një vit që i ka mbyllur dyert me urdhër të gjykatës. Menjëherë sapo Julian Sinanaj filloi të flasë edhe për ngjarje të tjera, për të cilat ai është shfaqur kontradiktor nga njëri gjyq në tjetrin. Ky është Top Channel. Koncensionet në ekonomi dhe në shërbime janë kthyer në temë debati sot në parlament pas akuzave të opozitës për përfshirjen në të bizneseve të afërta me qeverinë. Por Ministri i Ekonomisë Arben Ahmetaj tha se të paktën në fushën energjetike, qeveria Berisha ka dhënë 161 koncensione, ndërsa Kryeministri Rama, duke ju referuar koncensioneve në disa shërbime mjekësore, tha se opozita është duke akuzuar e përbaltur bizneset në mënyrë fare të padrejtë. Debatet për koncensionet dhe partneritetin privat-publik dominuan një pjesë të mirë të seancës parlamentare këtë të njëjtë. Opozita akuzoi qeverinë se ka ngritur një skem abuzuese ku do të përfitojnë 70 kompani në koncesionet ndryshme. Ministria e Ekonomisë ka përgatitur një paketë me rreth 70 koncesione për t'ia dhënë sektorit privat vlera totale të cilëve kapshumën 3 miliardë euro. Proceset e dhënies koncesioneve deri më sot kanë qenë jo transparente, të mbyllura dhe të paracaktuara duke nxjerrë si fitues njerëz afër qeverisë dhe kryeministrit,
dhe për më keq kanë krijuar monopole në sektorët ku janë dhënë. Ministri i Ekonomisë Arben Ahmeta ju referua akuzave të opozitës për hidrocentralin e Skavicës, ndërsa tha se fusha e energjisë ishte ajo në të cilën qeveria e të djathëve dha 161 koncesione. 161 koncesione që keni bërë në energji, nga të cilat vetëm 1/3 funksionon, kanë shkatruar buxhetin e shtetit me domosdoshmëri dhe nevojë për garanci buxhetore dhe mbi të gjitha nuk kanë ulur asnjë çmim energjie. Kreu i qeverisë Edi Rama u ndal te koncesioni i check-upit që e cilësoi si bazën e uljes së kostove në shëndetësi. Është statistikisht e miratuar botërisht. Parandalimi kursen gjithmonë më shumë se sa 2 fishin. Ndërsa mbi kompaninë që u shpall fituese për tenderin e hemodializës, sipas tij është bërë një përbaltje pa shembullt. Kjo kompani ka 2.2 milion dollar xhiro në 2014. Kjo kompani po pse ka shku në Berat? E di si shko punë, si me thonë pse ka arti në Tiranë. Po erdhe pra, erdhe. Mund të kërkojmë llogarinë. Ti mund të kesh i kafe atje në Klos. Ke fajti që ke kafen. Ti e nise nga kafja, takove partinë, të mori partia të sojnë Tiranë. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqia dhe kreu i opozitës Lulzim Basha duhet të përballeshin në sallën e gjyqit sot, pas padisë që ministri ka bërë ndaj kreut të demokratëve për shpifje. Por Beqia nuk është paraqitur, duke mos u përfaqësuar as me avokat dhe në këto kushte, avokati i zotit Basha kërkoi pushimin e çështjes. Gjykata caktoi një tjetër afat për seancën gjyqësore. Edhe pse ka depozituar në gjykat një padi ndaj kryetarit të Partisë Demokratike për shpifje, ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj nuk është paraqitur në gjykat dhe nuk është përfaqësuar me ndonjë avokat. Për këtë arsye gjykata vendosi përsëritjen e thirrjes për paraqitjen e tij në procesin ndaj kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha, të cilin ai akuzon për shpifje të kryer botërisht. Në procesin penal, kreu i opozitës Basha është në gjykim për një deklaratë të bërë në nëntor 2015, në të cilën akuzon ministrin e Shëndetësisë për afera me tendrat në vlerën e 31 milion eurove. Zoti Ilir Beqja, për cilin nuk konfirmohet marrja e dënimit, po si që relatohet në sipër, ka marrë përsipër dhe njëftoi përfaqësuesi i tij dhe vetë përfaqësuesi nuk është paraqitur. Nëse i dëmtori akuzues, ose mbrojtësi caktuar prej tij nuk paraqitet në seancë pas shkaqe të arsyeshme, gjykata vendos pushimin e gjykimit. Gjykata vendosi t'i lërkojë palës paditësi që të njoftohet duke caktuar datën 8 shkurt si seanca e radhës. Largimi thuajse zyrtar i Vangel Dules dëshmuar nga Top Channel 2 ditë më parë duket se ka shtuar oreksin dhe interesin e partnerit më të ri të koalicionit të majt PDIU. Kreu i saj dhe njëkohësisht nënkryetari i Kuvendit Shpëtimi Drizi thotë se tashmë ka ardhur koha që kjo parti të ketë një post ministri në qeveri. Afrimi Vangel Dules me opozitën nuk ishte një rufen qiell të hapur për Edi Ramën, por fillimi i fundit të pritshëm mes dy ishalatëve të dikurshëm. Humbjen e një aleati modest në numër, por jo në cilësi si Dule, vetë Rama e ka zëvendësuar, duke i dhënë një dimension të ri marrëdhënieve me Partinë e Shpëtimit Drizit. Kulmimi i bashkëpunimit u shënua në lokalet e 2015-s, kur PDIU ju bashkua koalicionit të majt. Hapi i parë ishte emërimi i Shpëtimit Drizit si nënkretar kuvendi, dhënia e postit të zëvendës ministrit të jashtëm Halil Hysenit, pasuar nga disa emërime në drejtori të rëndësishme, ai më i fundit i Yusuf Shehut në AKU. Forcimin e PDIU-s me bekimin e Ramës, vetë Shpëtimi Drizje shikon si pjesë të natyrshme të një marrëveshje të dizenjuar me Partinë Socialiste, por ambicia e Drizit nuk mbaron këtu. Partia e tij kërkon një post ministri në qeveri. Pozicioni i PDIU-s me një ministër apo jo nuk ka të bëjë me pozicionin me majorancën. Ne kemi kërkuar në kuptimin që sa herë që ne mendojmë që qeveria ka nevojë të rivitalizohet, të ndryshohet etj. Dhe kjo është prerogativë e kryeministit Rama, jo për shkak të kërkesës tonë, por për shkak të peshës specifike që partia për Desi Integrim Unitet ka, është forca e kadër politike, sapo konfirmuar me 5 deputetë në Parlamentin e Shqipërisë, dhe kjo e bën të natyrshme kërkesën tonë. Por jo gjithçka shkon mirë mes koalicionit të majt dhe PDIU-s.
Ne jemi shumë kritik ka Maxhoranës për shkakun për mënyrën se si po zbaton marrëveshjen për pushtetin vendor, ku ne ishim bashkë në një koalicion fitues dhe ku PDU-ja u konfirmua dhe me 3 bashki do thoja. Kështu që kjo është një marrëveshje e cila vazhdon dora dorës dhe merr kohën e vet të nevojshme. Idrizi tentoi ta trajtoi ndërkohë me mos përfillje afrimin e Vangjel Dules me opozitën. Për shkak të ngarkesës që kam, unë nuk mund të kem dot një opinion por çdo njëri nga 140 deputetët e Parlamentit të Shqipërisë. Autoritetet suedeze mund të dëbojnë deri në 80.000 azilkërkues aplikimet e cilve janë refuzuar. Ministri i Brendshëm i vendit, Anders Ygeman, sqaroi se për deportimin e migrantëve do të përdoren avionët charter, çka mund të zgjasë për disa vjet. Rreth 163.000 emigrantë aplikuan për azil në Suedi gjatë 2015-s, shifra më e lartë kjo në gjithë Europën. Shumë i madh është dhe numri shqiptarëve që kërkojnë azil në këtë vend, edhe pse nuk ka një shifër zyrtare që ta ilustrojë atë saktësisht, por flasim për 60.000 persona që llogaritet të kthehen dhe ky numër mund të shkojë deri në 80.000, citohet këtë thënë ministri suedez i medias. Shteti skandinav konsiderohet bashkë me Gjermaninë si destinacioni parapëlqyer i refugjatëve dhe emigrantëve të tjerë që hyjnë në Europë ilegalisht. Vërshimi i refugjatëve megjithatë ka psuar një frenim drastik që prej vendosjes kontrolleve të ashpra kufitare në fillim të këtij viti. Ka qenë gjithçka për edicionin e mbrëmjes këtu në Top Channel. Të gjitha zhvillimet e fundit nga rajoni, vendi dhe bota, si dhe gjithë programet tona në mënyrë detajuar, do t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit, gjithashtu mund të na ndihni edhe në rrjetet sociale. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë miropafshim. Miropafshim.